Harova ti trovai dhe lujkat e mia të bukura. Nuk e di po duket, po kam qarë pak. Natë. Ai dhe ishte dhe super e shtrenjtë. Nuk qënë ke me fat fare. Unë filloja qaja. Janë të çmendur të qes më duket. O zot, mjaft. Rikthimi në realitet. Mbas të time Në përditshmëri më shumë se në përditshmëri. si aty edhe ajo realitet ishte. Po ty të duket si gënjeshtër. Si gënjeshtër më duket, po jemi rikthyer tani në shtëpi, në Greqi, në Athinë, edhe kemi gjetur një shtëpi bosh normalisht. Prandaj duheshe bërë pak shopping. Unë vajta mëngjes në palestër edhe pastaj vajta mora mamin. Vajtëm bashkë të dyja në pazar. Një herë që të marrim fruta e perime, edhe do ju tregoj tani ç'a kemi marrë. Filloj me banane. E shikoni që po mundohem prap të futem te bota e palestrës së jetës shëndetshme. Pastaj kemi majdanos që ka marrë mami tani këtë për diçka. Edhe karotka, të cilat janë të mira t'i bësh si sallat, me pak uthull, me pak vaj, me pak krip, ben domate të bokra, vezë, kastraveca, brokoli, moll, pak portokalle. Këto ishin blerjet tona nga pazari, edhe tani do vazhdoj me blerjet nga supermarketi, sepse tham, me që bëm një rrugë, le të vazhdojmë edhe me të tjerat që të mos dalim më. Që të mos dalim më pastaj. Nga supermarketi kemi tortilla, të cilat i more që të përdor si bukë për tost. Thjesht kjo më duket pak më e shëndetshme, jo që ka ndonjë diferencë super të madhe, po okay. Popcorn. Një snack për në darkë, kur kam uri të haj diçka kështu të vogël. Sallam djath për tost. Gjeta tani këto në supermarket, nuk i kam provuar ndonjëherë. Thjesht i pash thash, mund të jenë edhe të mira. Janë spring rolls. Këtu. Edhe çdo herë që shkojmë me motra në restorante kineze, që shkojmë hajmë sushi e këto gjërat, marrim gjithmonë edhe spring rolls se na pëlqejnë shumë. Është si pit me verdura brenda. Edhe i mba në frigorifer, i fut në fur, i pjek edhe i ha. Do ju informoj kur t'i provoj, po janë të mira po jo. Kos, edhe pak kos. Vanilja që në kishte mbaruar për ëmbëlsirat të radhës me mamin. Marule, të gatshme. Qumësht, se tani që bëj kafe në shtëpi na duhet edhe akoma më shumë. Pinte babi në mëngjes me biskotat që ha, po tani e përdor edhe unë për kafe, mëngjes e darkë. Halv që? Halv kosk e themi në Shqipëri. Halv kosk. Mish pule të cilën do e bëj për drek, pjesa e gjoksit. Edhe mami për në fund mori këto që janë byreçka me salcice, kur nuk ka çat haj në darkë. Do i ve këto t'i kjek shpejt e shpejt në furrë. Edhe me kaq mbaruam. Tani është ora të bëjmë drekën tonë. Banjën time, dole, thava flokët e mia, i kam drejtuar të një thjesht kam kapur pak këtu lart që të kem mundësi të lyhem, të rregullojmë pak këtë situatën tani. Edhe arsye që po bëhem gati është sepse do dal. Kam lënë takim me shoqen time Stellën në orën 7, sepse kemi pronontuar të shkojmë në një shfaqje teatri. Këtu edhe do një muaj, sepse shfaqja është shumë e famshme momentalisht në Greqi, edhe duhet të pronontosh që shumë herët që të gjesh bileta. Sepse çdo herë që thonim brenda javës hajde të shohim po ka ndonjë bilet, ndonjë vend të lirë, nuk ishte kur. Edhe them diçka, do e pronontojmë që më para që të kemi gati, domethënë. Edhe shumë mirë bërëm, unë më kisha haruar fare, thjesht më dërgoi Stella dje për dje. Më thotë që mos haro këto ditë kemi teatrin. I thash, kisha haruar fare, po e di ç'a, shumë e lumtur jam që e kemi pronontuar. Edhe Stellën nuk e kisha parë këto ditë fare që jam kthyer
kthyer, sepse nuk kisha patur kohë, kështu që është një rast perfekt për mua sot ta takoj. Mbase do dalim edhe pastaj mbas teatrit të pim ndonjë gjë, të flasim për të rejat tone. Mbas, nuk dua të ve fondatim, po ve pak concealer. Këtë ditë po mundem ta marr pak veten, edhe po mundem të zjem erët në mëngjes që të rregulloj pak programin tim. Sot edhe dje vajta edhe në palestër, që e kisha lënë pas dore fare unë. Të hënën vajta në kërcim, edhe nesër kam përsëri kërcim, edhe shumë e lumtur jam që kam nisur disa aktivitete që më mbushin ditën në mënyrë shumë të bukur, edhe kur dal nga palestra ose nga kërcimi ndjem realisht e plot brenda vetes. Ndjem që duhet shkoj të heq vetullat e mia. Ne gocat gjithmonë këto punë kemi, vetulla, qerpik, rregullon vetullat, pastaj duhet shkosh për qerpikët, rregullon qerpikët, duhet shkosh për thonjt, rregullon thonjt, duhet shkosh për një pastrim fytyre, pastaj duhet shkosh për laser, pastaj për flokët. Nuk ndalon kjo gjëja. Edhe nuk është që i pen një herë edhe mbarove. Jo, çdo muaj. O zot, mjaft. Make-upi dan. Shumë thjesht për sot, do vete pak buskuq në fund, por tani është ora të vishëm. Harova t'ju tregoj dhe lulkat e mia të bukura, sepse Shën Valentinin unë e kalova në Shqipëri. Devi këtu, kështu që nuk ishim bashkë. Nuk bëm asgjë normale se ishim në shtete të ndryshme. Edhe kur u ktheva, më solli këto lulkat trandafilat këtu të bukura. So cute, so beautiful. Po mendoj të vesh këtë setin këtu, i cili është i ri nga marka House of CB, ma kam dërguar, edhe nuk e kam veshur. Si set, se këtë xhaketkën e kisha marrë me vete në Paris, e vesha një 2 ditë, po jo si set me këto pantallonat poshtë, edhe ndim që është një zgjidhje, një opsion shumë i mirë për sot, sepse këto janë si tip tuta, po nuk duken si tuta, duken si më të mira, po janë super të rehatshme, edhe kjo nga lart, edhe dukem super chic, elegante, edhe në të njëjtën kohë rehat. Kështu që le të vishemi, të provojmë të shohim si na rin, thjesht duhet të gjej edhe një bluzë nga brenda, se kjo lart të xhaketë, normale që nuk do dal lakuriq. Si na duket outfiti? I think I like it. Më pëlqen për sot, për rastin, për teatrin. Do vesh edhe një palë çizme me tak të ulët, poshtë të këmbët ose një palë tak, diçka të tillë. Por më duket që jam gati, më duhet një çantë, një palto, këpucë edhe të dal nga shpia. Po kam qarë pak. Kemi qarë të dyja pak. Shfaqja ishte shumë e bukur, po në të njëjtën kohë shumë e thellë, domethënë nuk është një shfaqje e lehtë të shkosh kalosh. Bukur është një shfaqje që kalon shumë mesazhe të thella edhe doqani. Unë ju lajmëroj që tani të shkoni ta shikoni, shumë e bukur ishte. Ja blente, do ja ule emrin diku këtu lart, po jeni në Athinë, të shkoni ta shikoni. Kaq. Mirëmëngjes, nga një ditë tjetër. Dita sot është e shtunë, unë jam zgjuar shumë e vonë sepse dje nuk ju filmova, por vajta në një Latin party edhe u vonova të kthehem në shtëpi, kështu që sot u zgjova nga ora 12, ndërkohë më merr David në telefon, më thot ti je zgjuar? I them jo. Më thot unë po nisem tani, për ndonjë orë do jem atje. Edhe pastaj në atë moment u zgjova sepse kuptova që unë duhet të kisha rregulluar gjithë gjërat e mia, sepse ne tani po ikim. Ja dola, i bëra shumë shpejt, brenda një ore bëra valixhen time, bëra banjë, u bëra edhe gati, u vesha, edhe tani do nisemi për pak për në mal, sepse kemi të shtunë, të diel e të hënë pushim, sepse të hënën është një fest këtu në Greqi, edhe tham të shkojmë kështu një ekskursion në mal përsëri për ski, sepse Devi ju kam thënë që është fiksuar me ski këtë kohë. Edhe kemi pranontuar edhe një shtëpi, nuk do jemi vetë, do jenë atje edhe shokët e David nga puna, një çift domethënë, edhe shpresoj të kem edhe unë pak shoqëri, të më mbaj diku shoqëri në mal, sepse unë ski nuk do bëj kësaj radhe, nuk jam unë personi duhur për ski, por do i shoh atje nga larg. Kam marrë librin tim të lexoj të më mbaj shoqëri.
fight my fate, can't help but bring it up. Sa arritëm në hotel. Gjendja ime mbas 3 orë rrugë me makinë është kjo. Sa arritëm te hoteli që kemi pronontuar. Tani, ju mbase do thoni, ti ç'a bën me jetën tënde? Kthesh në Athinë dhe ikën prap. Do ju them unë që nuk isha planifikuar, thjesht Devi është fiksuar me ski këtë kohë. Domethënë është e vetmja gjë që flet nga mëngjesi deri në darkë, nuk ka gjë tjetër të thotë vetëm për ski, edhe sa i lumtur është. Që ta kuptoni për ditëlindje e Davit, i morëm dhurat ato që bën ski, çizmet, ato që vel poshtë çizmeve, të gjitha që të duen. Edhe tani do t'i përdor sa më shumë. Sezoni i skis nuk mban shumë, e vërteta është. Hajde të mbaj edhe 1 muaj akoma, kështu që e kuptoj. Edhe më tha, hajde të shkojmë, unë i thash, nuk e di për tojt, se nuk desha të ik prap nga shtëpia tani, se sa u ktheva. Edhe desha pak të hy te rutina ime të mos dal prap, po thash me që është edhe kjo festa që bën 3 ditë pa punë. Devi sot punovi, ndërkohë që është e shtunë, po punovi gjysmë ditë, iku pak më shpejt nga punë dhe unë nisëm nga ora 1:30-2 nga Athina. Edhe tani që arritëm, tani ka filluar edhe po bëhet natë jashtë. Unë ndërkohë dje dole si ju thash edhe bëjta në një latin part me gocat që jemi bashkë te kursa që shkoj për kërcim. Edhe u ktheva shumë vonë sepse unë nuk vajta me makinën time. Erdhi ajo goca na mori edhe mua dhe Irinin, kushurirën time, dhe vajtëm të gjitha bashkë me makinën e saj. Kështu që unë nuk e kisha të dora ime kur do ik, unë desha të ikën që nga ora 1:30, po ikëm që atje nga ora 3, unë arrita në shtëpi 3:30. Fjeta në orën 4 që nuk fjeta fare, sepse më kapi dje gryka mua, nuk e di pse. Edhe nuk mundesha të flej gjumë sepse më kishte kapur gryka, po vdisja nga dhimbja. Isha edhe e kputur edhe nuk isha fuqi të çojmë as të pi diçka të marrë një ilaç, thjesht isha kështu e vdekur, edhe nuk kam fjetur mirë, në përgjithësi ndjem pak e sëmur, bëm edhe këtë rrugë, tani jam gati të flej gjumë. Super do kalojmë. Nesër do shkojmë për ski, unë nuk do bëj ski, do rri atje tetor, vetë me veten time. Por duket të shtorat ju bëj një room tour. Atëre, këto ditë që janë pushime në Greqi, në përgjithësi nuk gjen dhoma, nuk gjen hotele, as Airbnb, as asgjë, po i le për minutin e fundit siç e lam ne. Po i pronontove 1 muaj para për shembull, normale që do gjesh, por njerëzit i pronontojnë këto gjëra këtu edhe shumë kohë, sepse kanë leje nga puna edhe normale janë 3 ditë bashkë të kombinuara, kështu që shkojnë të gjithë me pushime dhe shumë mirë bëjnë njerëzit. Ne e kërkuam hotel këtë javën e fundit, sepse si ju thash nuk e kishim planifikuar. Edhe ishin të gjitha sold out. Kemi erdhur përsëri në Karpenisi, që ishim edhe para 2 javësh, këtu me Davin, prap për ski. Po e keni parë edhe vlogun. Edhe po kërkonim kësaj radhe të shkojmë në vend tjetër në Arahova, në Kalavrita, që edhe ato janë male me ski centers që mundesh të shkosh të bësh ski edhe thjesht janë fshatra të tjera që të shohim diçka ndryshe, domethënë. Ishin të gjitha sold out. Nuk gjetëm as edhe një vend, edhe këtë hotelin që pronontuam e gjetëm në minutin e fundit, ishte dhoma e fundit që kishte ngelur, edhe tham s'ka gjë, le të shkojmë përsëri në të njëjtin vend, edhe do bëjmë këtu ski përsëri, sepse nuk gjetëm diçka tjetër. Kështu që, siç mundeni të kuptoni, dhoma është një dhomë okay, normale, fshati të minutit e fundit. Nuk është do një gjë super e bukur, por le t'ja u tregoj. Edhe ishte edhe super e shtrenjtë, se normale rriten tepër shumë çmimet në minutin e fundit që kërkojnë të gjithë dhomën. Domethënë ne për 2 net këta e pronontuam 250 euro, që janë, domethënë, shikoni pak dhomën edhe më thoni ju. Për mua është egzagerim total, po ç'a të bëj David që ka qef skin? Ç'a t'i bëj? Këtu është hyrja, që nga fillimi nuk fillojnë bukur, por të paktën pjesa e banjës është e rinovuar, që është më e rëndësishmja për mua kur zgjedh të vi në një hotel, se po të ishte edhe banja kështu e vjetër e shpifur, nuk do vija fare, do i thënë atij të shko vetë. Por të paktën është në gjendje më të mirë, këtu poshtë
Burë edhe shambut e mia se kam nevojë realisht të bëj një banjë tani, të lej dhe flokët. Tani kalojmë te dhoma jonë. Është kjo. Wow, sa e bukur. Mund dhe shtu kuptosh që kemi dhe 250 euro për këtë dhomë. Jo 250. Sa? 260. 260. Ose 70. Jo, unë nuk e besoj do që kemi dhenë ka shumë lekë. Elena, nuk kishte të tjera. Nuk kishte të tjera, dhoma e fundit. atë po thoja, nuk kishte, edhe këtë që e gjetëm ishte me fat, duhet të themi faleminderit që e gjetëm. Por, po, e shikoni, është ka këtë stilin e vjetër, okej. Nuk ka shumë e keq, jo? Tani po mundemi të i themi vetës që okej, është mirë. Jo, me të Do vërtet. të kënaqemi. Nuk do rim këtu. Mirë, gjëra kryesore i ka është e pastër edhe ka një banjë, okej, normal, të rinovuar. Por, të paktën, kemi pamje gjithë qytetin poshtë, që duket shumë bukur. Tani nuk e di po duket asnjëherë në kamerët se është edhe natë, mbase duken vetëm dritat, por në mëngjes besoj do duket shumë bukur. Kemi edhe një tavolinë karige këtu të ulemi, të kënaqemi, do bëjmë qef. Por, shokët e David, të cilit janë në një shtëpi tjetër, që është pak më e madhe, edhe atje do jenë 2 çifte, me sa kuptova. Po. Edhe mbasi të kalojmë edhe do një natë atje. Jo të flem, Jo të flem, po, të kalojmë do një natë kështu, të shkojmë të pimë diçka të gjithë bashkë. Kaq, po hyt bëj banjë. Nuk kam kohë të laj flokët, sepse tani i dërgoj ajo shoqe e David. Qa ore do jeni gati për do një gjysmore? Kështu që për do një gjysmore unë sigurisht nuk arrit të laj flokët t'i thaj t'i rregulloj edhe të jem edhe gati. Do bëj një banjë të shpejt vetëm trupin edhe mbase do i laj sa të kthehemi në shtëpi, sepse tani mbase do dalim të pim diçka, të hajmë diçka. U e di, do shoh. U vesha shpejt, outfiti për sot në darkë është kjo këtu, jeansi, çizmet e mia të zeza, kam veshur edhe gjeta nga poshtë të trashe që të më mbajnë ngrohtë, bluzën nga lart të bardhën të thjeshtë, do edhe pallton tim të ziun që kam marrë me vete, edhe do marrë me vete edhe këtë çantën këtu, që është nga Polen edhe dorashkat e mia. E mbani mend që në Paris kishin vajtur të Poleni, unë dësha të zjedh këtë çantë do marrë këtë andej. Ja këzdjodha, këtë këtu, ndjem që është e mrekullueshme, detajet janë fantastike, kjo ngjyra çokolad ka dalë super shumë në modë dhe ndjem që shkon me çdo gjë. Kam rënë dashuri, ndjem që do e vesh gjithkohon këtë çantën që këtë jetutje, edhe jam gati. Ikim. Sa dolëm nisi shiu. Dje për dje në mëngjes kishte diell. Sa arritëm këtu, filloi shiu. Nuk e di, ky shiu më ndjek në këto pushimet e fundit në Paris edhe këtu nuk më ka lënë rehat. Mjaft. Nuk duroj më. Nuk kemi marrë as umbrellas asgjë, kështu që duhet të gjejmë një lokal edhe të hymë të ulemi direkt atje, edhe pastaj të vijë edhe çifti tjetër që të bashkohemi diku, sepse sot për xhiro nuk është. Edhe këto ditë janë ditët e karnavaleve, që njerëzit vishen me kostume, këtë janë ndej. Super! Unë u vesha dje në Latin Park, do ju lej një foto këtu, edhe duat më thoni qa besoni që jam veshur, sepse asu nuk e di vetë. Se nuk kisha kostum, e mësova në minutin e fundit që ai Latin Party që do shkonim ishte me tematik karnavale, kështu që unë nuk kisha asgjë në kostum që të vesh, edhe thash do bëj një mix me robat që kam. Edhe bër atje një mix, i vesha të gjitha ato me tantel, edhe dolla ashtu. Kur më pyesnin qa je veshur, i thosha qa gjeta në dollapin tim. Sa mbaruam me ushqimin ton, dolëm hym
përsëri te makina, edhe themi tani bashkë me çiftin tjetër të shkojmë të pim diçka te qyteti, se tani jemi pak jashtë qytetit. Erdhëm në një restorant që quhet Nostos. Ushqimi ishte shumë i mirë. Të paktën pjata që mora unë, se David nuk i pëlqejnë makaronat që mori tortellini me atë salsën e parmigiano, që i kanë ngrënë në Itali dhe kishte në mendje që do ishin si në Itali, nuk ishin fare lidhje me ato të Italis, ishin të shpifura, por mishin të paktën që mora unë oriz me mish e banin shumë të mirë. Edhe tani themi të shkojmë të pim diçka. Plus kam veshur tani xhupin e David sepse nuk kam palto. Unë thash që do marr një palto me vete, të ziun që kam, edhe nuk e mora. Thjesht e lash në Athinë, te makina ime. Mirë që ka marr David 3 palë xhup me vete, kështu që i vodha njëra. Sa u kthem në hotel, nuk e mora fare kamerën me vete kur vajtëm te qendra të pim diçka. Ulëm në një lokal, kishte shumë muzikë të lartë, mua më ka zënë koka tani, po të paktën okay, kaluam bukur, diskutuam, edhe tani u kthyem në hotelin ton, i cili është ky. Edhe mundeni ta besoni që gjithë ky, që kjo është vetëm një ranë që shikoni, se vazhdohet edhe nga ana tjetër. Kaq shumë dhoma, janë të gjitha të pronontuara. Të gjitha, nuk ka një bosh, është absurde. Këtu që thoni është pjesa e recepcionit, sa hyn brenda, edhe atje te ajo dhoma është kafja e hotelit. Ne u nisëm për në mal. Rruga është disi kështu. Nuk shohim as edhe një gjë. Po, shkojmë lart te mali, u zgjuam herët në mëngjes, hëngrëm mëngjesin në hotelin ton dhe u bëm gati shpejt që të nisemi të jemi atje shpejt. Herët në mëngjes. Edhe shohim tani që po shkojmë lart, që shumë makina po kthehen mbrapa. Edhe që të kthehen mbrapa në këtë orar, do me thënë që do jetë mbyllur. Nuk jem me fat. Nuk qënë ke me fat fare. Unë ndërkohë sot jam zgjuar me hundën të bllokuar. Dje kisha vetëm grykën, sot kam edhe hundën, edhe tani jemi në -5. Super. Atëre, jam vetë, David që thoni ka ikur, ka nisur të bëj ski. Arritëm këtu, nuk shikonim asgjë në rrugë si u thash, edhe këtu është e njëjta gjë, është gjithë pista me mjergull. Nuk shikojmë para. David nuk e di, shpresoj të jetë mirë momentalisht, sepse unë normale që erdha ula këtu brenda që ka një kafe, edhe po pi kafen time të ngrohtë, derisa të vim këtu, sepse duhet të zbresim këtu te kafja dhe që janë pistat që bëjnë ski me një lift. Derisa të vim këtu, nuk mundeni të kuptoni sa ftohtë bënte. Të tipit, unë filloja qaja nga e ftohta. Më ishin tharë duart që vishje dhe dorashka. Këto dorashkat janë për ski, edhe nuk i ndjeja duart e mia. Veshët e mia ishin bër akull, më dhimbnin, nuk mundeni të kuptoni sa shumë më dhimbnin. Fillonte dhe me krijoheshe akull te flokët e mia, te qerpikët e mia, te kamera që e kisha në dorë, kishte akull lart, kishte kapur akull, që të kuptoni sa ftohtë është. Më duket tani ka -7 jashtë. Unë jam edhe një njeri që nuk e duroj fare të ftohtën, po të tipit fare, kështu që erdha ula direkt këtu, edhe do ri këtu derisa të ikim. Unë nuk do dal me jashtë, kaq ishte për mua. Edhe kam edhe grykën e të gjitha, edhe po i thosha David, nuk e besoj dot që bëra këtë gjë sot, duheshe të kisha ndenjur në hotel. Po okej, s'ka që kam marrë edhe librin tim këtu, do ve edhe kufjet e mia, edhe do kaloj kohën time kështu bukur, vetë. Erdhi Devi, po bën një pushim, dolëm të dy bashkë jashtë, edhe ka erdhur edhe DJ këtu mbrapa. Nuk e di po dëgjojmë tani fare, po ja si kalojnë njerëzit. Nuk e besoj dot që është plot. Unë kam dalë tani edhe është ngordhja jashtë, edhe është plot me njerëz. Nuk e di, janë të çmendur të gjithë më duket.
dalur sepse isha pak në depresion, zbritëm nga mali, unë isha plevitosur, nuk ndjeja këmbët e mia, duart e mia, pastaj hyra edhe në makinë dhe më kapi koka nga kthesa, desha të vjell. Nuk isha shumë mirë në përgjithësi, se nuk është shumë bukur të shkosh në mal të rish 6 ore dhe të mos bësh ski të rish thjesht. Po okej, e parakaluam këtë gjë. Pastaj bëra një banjë në shtëpi në hotel shpejt, edhe dolëm vajtëm hëngrëm diçka, vajtëm në një restorant, na than nuk kemi tavolin. Pastaj tham çfarë do bëjmë, vajtëm në një kafe, morëm një klap sanduiç edhe një pjatë makarona, hëngrëm, tani u kthem. Po kërkojmë farmaci, sepse çfarë kemi bërë ne të dy, nuk kemi marr kolinoz me vete. Dhe duhet të lajm dhëmbët. Dua t'ju them arsyen pse kemi erdhur te qendra, edhe unë po dëgjoj muzikë tani. Aty desha të përfundoj. Shkojmë të shohim nga ku vjen, se është janë festa tani, karnavalet e të gjitha, dalin të gjithë me kostume në rrugë. Do vjell. Jemi te pjesë e kthesave tani. Po unë desha të hap kamerën që t'ju them që sot nuk ju filmova fare. Është është e hënë. Kam humbur edhe ditë tani. Jemi te rruga e kthimit. Edhe sot e kaluam përsëri ditën në mal për ski, Devi. Ndërkohë që unë prap poria atje te kafja që ka si boss, po. Fix si boss. Ja, më shikoni kjo është boss, ja. Ndërkohë hunda ime është bërë e kuqe fare sepse rjedh gjithë ditën, kështu që normale fshi edhe është bërë situata kështu. Ndjem pak e sëmur, po në përgjithësi bukur. Të paktën sot kishte kohë shumë më të mirë, kishte gjithë ditën diell, kështu që rija vetëm jashtë, nuk hyra fare brenda të rite kafja. Dëgjoja pak muzikë se kishte dhe DJ sot party. Edhe kështu kaloi dita. Devi është super i lumtur sepse bëri ski dhe ka vajtur në disa pista kështu të vështira që nuk kishte vajtur ndonjëherë dhe ndihet tani super boss. As dje nuk ju filmova unë, kur u kthem në hotel. U kthem në hotel, ndrova, e vesha tuta edhe vajtëm... Jo, filmove, kur dolem vajtëm... Po, pastaj u kthem në shtëpi. Farmaci... Mbas farmacis u kthem në shtëpi, vajtëm ndrova xhinkset, vesha tuta, edhe vajtëm në te shtëpia e çiftit tjetër që ishte këtu me ne. Luajtëm një lojë. Të gjithë bashkë, ishte ai çifti që janë shokët e Devit nga puna, edhe një çift tjetër që ata janë shokët e shokut e Devit. Dhe shumë mirë, bravo. E kuptuat? Shpresoj ta ke. Ishim 3 çifte, edhe luanim një lojë. E kuptuat tani? Dani kishte loja që po luanim. Edhe kështu e kaluam natën tonë. Kështu e kaluam edhe sot ditën të gjithë bashkë. Edhe tani po kthehemi, hëngrëm pak bukë në një tavernë. Edhe tani po kthehemi në shtëpi. Unë jam gati të plegjum. Kanë filluar kthesat, po ju mbyll si do vjell. Shihemi në Athinë. Përshëndetje nga Athina, jam rikthyer në shtëpi, më në fund. Kam vuajtur pak në këtë udhëtim e vërtet është, sepse rastisën të gjitha bashk, edhe mjergull në ditën e parë, edhe ishe sëmur, edhe u bëra më keq pastaj se ishim në -7 atje lart në mal, unë plevitose, normali që do bësh më keq, me gryk, me hundën, me të gjitha. Ska gjë, ishte një udhëtim më shumë për Devin se sa për mua, po normali që edhe ai do shoqëri, edhe
normale që kur më kërkon do I them po, sepse duhet të sakrifikojmë ndonjëherë 2-3 gjëra nga vetja jon, që të kaloj tjetri më mirë, sepse kështu është kur je në një lidhje. Edhe David të paktën ishte super I lumtur, kaloi shumë bukur, edhe kur u kthem ishte, domethënë gjithë rrugës ishte e më thoshte gjithkohë që sa I lumtur është edhe sa bukur kaloi, edhe që kur është atje lart në mal ndihet si fëmijë I vogël, sepse bën diçka që I jep shumë kënaqësi. Edhe unë kënaqem që e shikoj të lumtur. Them diku këtu ta mbyll këtë vlogun sepse po editoj tani, shpresoj të arrit ta postoj sot, nesër, këto ditë. Edhe ne do shihemi te video radhës.